Nëna e Ledrit thyen heshtjen, flet për herë të parë për ndarjen e tij nga Sara. Ndarja e Ledri Vulës me Sara Hoxhën ka qenë shumë e bujshme dhe e komentuar në media. E së fundmi marrëdhënien e tyre e ka komentuar edhe nëna e reperit, Gjeraldina Vula. Në një intervistë për Klan Kosova, ajo thekson se ka raporte shumë të mira me Sarën, pavarësisht ndarjes së tyre. Megjithatë, Gjeri thekson se prindërit nuk gëzohen për raste të tilla, por që vendimi i takon atyre. Asnjë prind nuk gëzohet kur i ndahet fëmia, ose kur ndahet një çift që ka qenë fantastik. Ne jemi befasuar, dy jemi ndjer tepër keq. Mirë po nuk është as çifti i parë as i fundit, u shpreh ajo. Tutje theksoi, nuk kemi pasur çej fare, po të rinjt nuk na pyesin. Unë me Sarën vazhdoj me pas të njëjtën marrëdhënie. Ndarja e tyre është ndarja e tyre. Nuk kemi asnjë antagonizëm me Sarën, Sara e bie vajzën, vjen e viziton gjyshen e Ledrit. Marrëdhëniet e tyre janë shumë korrekte, gjëra të tilla ndodhin. Ledri dhe Sara duhet theksuar se kanë bashk edhe një vajzë të quajtur Poem Blue. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.